Fudejli ibn Iyadi përmend duke thënë nuk kam gjetur thot gjë më të vështirë me të cilën thot jam marrë në veten time se sa thot pastrimi i niyetit. Sepse e kam parë thot që ai vazhdimisht ndryshon. Përmend Ibnul Qayyim thot sinqeriteti thot në kryerjen e një vepre është ajo ndjenjë thot e cila nuk cënohet nga lëvdatat e njerëzve dhe nuk friksohet nga kritikat e tyre. Ky është sinqeriteti. Pra nëse do të shikosh që një vepër ti po e bën për hir të Allahut dhul xhelal, shikoje atë ndryshon ndjenja për atë vepër nëse do lavdërohesh apo nëse do kritikohesh. Dhe e përmendin Shekh Albanin si njeri që sa herë lavdëroi dhe sa herë kritikoi, reagimi i tij ishte i njëjtë. Pse? Sepse ai rrugtimin e tij drejt Allahut, duke marrë dijen e hadithit dhe duke ja shpërndar atë, e kishte vetëm për hir të Zotit. Dhe subhanallah, kur e kam lexuar fjalën e Ibnul Qayyimit për sinqeritetin dhe veprën e sinqertë, dhe kam lexuar edhe për Shekh Albanin që reagimi i tij ishte thuajse i njëjtë, sikur kritikoi, sikur lavdëroi, kam thënë me të vërtetë që vepra e sinqertë nuk cënohet nga asnjëra palë, as nga lëvdatat, as nga kritikat e njerëzve.